Bilardi Shkodrane ishte e ftuar në një turne të rëndësishëm ndërkombëtar të zhvilluar në Greci. Kanë qenë 2 bilardistë të ri, të pasfilluar në shumë perspektivë, të shoqëruar nga presidenti i Bilardo Shkodrane, Idrit Biba. Pikërisht me Idrit Bibën, pas kthimit nga Grecia, një vlerësim për Bilardon Shkodrane. Po, ishte një vlerësim për ne, më morë me ftesën për tyne, normal që me kënaqësi e pranume, bo me një besoj që bo me paraqitje moset mirë, morë me 2 lojtarë të më të ri të ekipit tonë, Samuel Margo 19 vjeç, edhe Asmer Gruden 17 vjeç. Edhe bo me një paraqitje besoj dinjitoze për ekipin tonë. Pse pikërisht këto 2-3? Po, të itë janë që do mojnë sportin, do qënë sportin por, edhe na unë gjithë mund që të itë me kënë janë të kanë më dëshire, më qefe, më janë, normal e që. Sa ekipe pjesëmarrë se ishin dhe nga çfarë shtetesh ishte përfaqësia atyre? Po, kishte lojtarë prej Uruguayit, prej Greqijet vetë, prej Bullgarijet, prej disa shteteve të botë, që kishin ardhur, ishte organizuar një eveniment shumë i bukur, shumë më që i kënaqën. U përfaqësu me ona në ta. Kjo është qera parë që Bilardo Shkodrane përfaqësohet një turne të rëndësishëm ndërkombëtar? Po, kjo është qera parë që na morëm ftesë për jashtë, për Greqinë. Kena kanë në për Kosovë, në për Maqedoni, në disa vende në për rajon. Por kjo ishte qera parë që morëm ftesë të një kampionat pro i rëndësishëm, si thonë që kishin ata. Shtu me 2 lojtarë tonë, më i përfaqësim. Si u prit nga organizatorët e aktivitetit pjesëmarrja e delegacionit sportiv Shkodrane? Po atë me i pritje shumë mirë për tyne, në respektu në unime si me kënë sa tonë, që të po atë me asë që problema si gjo, u bojnë në disa në ishet bugra, po atë me kënaqësimi po, çdo lojtore dhe ishte shumë lojtore i mirë, çdo nivel kishin nivelin e tyne. Konkretisht përfaqësimi i 2 bilardistëve Shkodrane, si ishte në çfarë disiplinash konkurruan? Ata konkurruan në disiplinën nënçe, Samueli arriti deri në 1.16, në 16 më të mirë dhe kampionatit. Kurse Asmeri më rriti vetëm deri në 1.82, normal mungesë eksperiencë të gjona, se janë 3 si zonë të vetë. Por eksperiencë e madhe për ta për në vazhdim. Kjo pjesëmarrje për herë të parë dhe në sukses pa kaluar dhe ky testim patjetër është një nxitje për vazhdimsinë. Po tjetër, nxitja është për vazhdimsinë, se ne do bëjmë ftesat nuk na mungojnë, ata na kanë ftuar, po i kalon na ftunin për tjetrin. Për me shku te kampionati tjetër që do të bëjnë kom prilli ose kom muaj, do shohim. Si kena kushtet, si kena mundësina. Një ftesë tjetër? Po, kam rriti ftesë tjetër për një kampionat tjetër që ata do të më organizojnë atje. Diku pa prilli, fundi i prillit besoj. Do shohim si kena kushtet, do shohim me sa lojtarë mund të shkojmë, do shohim rrugës. Konkretisht në çfarë shteti? Në Greqi është prapë një njëti vend, na kanë bëjnë ftesë pra sepse në Patras ishte edhe një aty po presim dhe po shohim si pas kanë buna, sepse lojtarët kanë dëshirë me shku, normal që do shkojnë pa asnjë problem. Në cilësinë e presidentit Bilardo Shkodrane, ju patjetër edhe këtë aktivitet e keni shfrytzuar për takime dhe për marrëveshje, bashkëpunime për të ardhmen. Ka ndonjë diçka konkrete? Do shohim. Qoftë edhe në mbështetje me bazë materiale. Do shohim. Kena bërë një kontratë me një kompani stegash prej jashtë, është Konlen e Goç emrin. Ata na kanë siguruar materialet stegave dhe gjona që do të vinë shumë shpejt, pra pritën e ta ditë marë, pra stegat dhe do materialet nevojshëm për Bilardo, për lojtarët normale e unë. Dhe tash do shohim si do të shkojnë me ta. Ata janë të kënaqur, pra edhe ata na kanë kontaktu vetë, si thonë, se kishin marrë vesh për ekipin tonë, kishin dëshirë me bë një forloj sponsorizimi të ne, është po shohim si po shkon me ta. Bilardo Shkodrane ka një traditë ka hershme, edhe në rang kombëtar, por vedhëm që kohët e fundit ka edhe një masivitet me elementin e ri dhe konkretisht gjyshja se ju ishit të përfaqësuar në Greqi, tregon se brezi i ri është arritet me sukses. Kena brez të hitur sot dushur, kena para pak kur që tu kena një forlës që kena një ciuror që prej në 3 deri në 4 në 5, janë gjithmonë është me mushur me fëmijë,
që shtë losin gjithmonë për dorë, se sa kanë më bëj, sa kanë më pas mundësi, është rrugë që i di. Ju të falenderoj për intervjustën dhe urojmë për përfaqësimin dinjitos të Greqi, suksese tek torneu i radhës. Faleminderit.